Ka më se 3 javë që gjendja me këto mbeturina është e njëjtë. Prapa teatri Dodona në qendër të Prishtinës, mbeturinat inerte vëllimore kanë zënë tërë trotuarin, teksa gjendja po bëhet edhe më shqetësuese për ditë. Kjo situatë ka acaruar banorët e kësaj lagje. Kjo është katastrofë, edhe qetë më mledhen, dhe me fëmija kalojnë këtu shkojnë në shkollë, po ose s'ko komuna, s'ko sen këtu. Unë e preferesha kështu vetë me nesha, të isha me vënu një kamerë në bander këtu mrapa, rryma shkit në regullë, me lëshu kamerë në shama kënejt. Qaj që të gjunet dënohet. A i tha që kjo situatë përsëritet vazhdimisht. Gjithë 1 muj, 2 muj që shtu bëhet. Gjithë. Pej pas luftën kënejt, gjithë kështu e kija. A kanë qenë dikush për komune me pastru sa e keni adresu si banor shqetësimi? Që 3 javë që kështu. Qëndrim të njëjtë pati edhe një tjetër banor. Po që kjo që të që përshjetë më trajme në vicat tëmë. Kur që shtu s'ka qenë? Që tash po, qa po që në bi? Si me konë njerëza, si me konë gjungu, në Afrika. Por gjendja nisi të ndryshoj 3 ditë pas të shtunën. Drejtori i ri i shërbimeve publike në Prishtinë, Leutrim Redkoceri, njoftoi se pastrimi i hapësirave publike në lagje të ndryshme po fillon. Sot zyrtarisht po fillojmë grumbullimin e mbeturinave vëllimore në kryeqytet, në Prishtinë, dhe e mira e kësaj është se paralelisht kemi finalizuar edhe procedurat ligjore për marrjen e lejes mjedisore komunale për të vendosur qendrën tranzitore të mbeturinave vëllimore. Redkoceri bëri të ditur se janë mbi 72 lokacione në Prishtinë ku ka mbeturina inerte. Dhe tani me kompanit në një bashkëpunim të gjerë me kompanit publike në komunën e Prishtinës, po e zhvillojmë këtë aksion, gjithashtu edhe me operatorë që janë duke shërbyer për grumbullimin e mbeturinave të anvesërisë. Por kryeshefi ndërmarrjes pastrimi fajin që kryeqyteti erdhi në gjendje e lët tek ministria në detyrë Fitore Pacolli. Deri në kohën kur është nxjerra i vendimit që ka pezullu deponin për bartjen e këtyre mbeturinave, ne si kompani e kemi kry punën, domethënë në kryeqytet e kemi pas në pikën 0. Nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nuk thyen përgjigje nëse është caktuar lokacioni i ri për hedhjen e mbeturinave inerte.